Kështu si flet ti, me kem ti motra jeme këtu. Sa del nga dera unë s'pranoj shtëpi, kështu si flet ti. Ti ke ardhur për t'i treguar familjen tash? Jo. Ti ke ardhur për t'i treguar familjen tash? Kështu si flet ti, që futesh kot, që ta dish. Vllajtim. Lërë vllajin tanë, tash me kem vllaj jo këtu. Vllajim, kurse ti nuk mund të krahasosh ti me vllajin. Vllajim është 700 herë më i mirë se ti. Ndërsa ti kujdes me termat që po përdor se po e tepron më shumë sa duhet. Vllajin tim, familjen time nuk e kujdes se Dhe 100 herë është bërë thirrje që familjarët nuk keni pse t'i përzini në lojën tuaj aty brenda shtëpisë. Tani, shiko si është një problem. Mua më vjen çudi që thon bravo, i thon këtij Rogertit për atë që i tha Stelinës që kështu si flet ti me qen vllai jot, unë ty s'pranojnë shtëpi bla bla bla. Okej. Kjo nuk është e duhur, ti jemi realist. Pjesa tjetër, më vjen çudi që si ka mundësi që ju qeshni, sepse jam shumë i sigurt që në jetën reale, nëse do t'ja u thoshte dikush juve, do t'ja u përzinte familjen, se kur flitet për familje, të zjen gjaku automatikisht. Është diçka që nuk e komandon dot. Duhet shumë forcë e brendshme të komandoj temperamentin që të vjen atë lloj momenti. Sepse ti je shumë bukur në lojën tënde, në të mirë apo në të keqe, me lojën tënde, tani të vjen ai të kput përfshin dhe familjen aty dhe nuk shkon mirë. Por etja për të bërë protagonist, për të faktorizuar që ditën e parë, patjetër po bën shumë mirë Rogerti që po e bën këtë pjesë. Por se Elinës i ndryri familje, Kristin e bullizoi, ati tjetrit i tha la bubu, nuk e di se çfarë ashtu, filloi me disa ofendime. Po faktorizohet, por në një mënyrë shumë të keqe. Do krijoj antipati dhe po krijoj antipati. Shiko, të bëhet shtëpia kundër, duhet të kesh një situatë fort, duhet të kesh një tematik, një debat të fort për të vënë e gjithë shtëpia kundër. Ndërsa ai nuk po e bën këtë sepse ka bërë një debat fort apo ka krijuar një tematik të fort. Ai thjesht ka ardhur jashtë, ka nuhatur pak pjesën e orientimin e publikut se ku qa qysh tek është dhe po vepron. Nuk është ai s'po vepron, ai kjo lloj gjë do t'i mbaj një javë. Një javë kjo lloj gjë, se ai thot jam kështu si gjithmonë dhe në jetë reale të thash. Po ta dini që nëse u kujtohet Aleksandra, tha jam vulkan, breshër, shi, korrent, vetëtim, qa nuk tha, domethënë, hyri shul doliloz. Kështu që nuk e ka shumë të gjatë ky qëndrimin aty me këto që po bën. Jo se do të dali për shembull, por jo se do ta nxjerrin ata. Por ky nuk e di që Big Brother maraton nuk është sprint.